fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 1 Korintasve 14:20. Vëllezër, mos u bëni kalamaj nga mendja, por bëhuni foshnje për të ligën dhe burra të pjekur nga mendja. 1 Korintasve 14:26. Ç'duhet bërë, pra, o vëllezër? Kur të mblidheni, secili nga ju ka një psalm, një mësim, fjalim në gjuhë tjetër, zbulesë, interpretim, çdo gjë le të bëhet për ndërtim. 1 Korintasve 14:27. Nëse ndonjë flet në gjuhë tjetër, le të bëhet kjo nga 2 a më të shumtën 3 vetë dhe njëri pas tjetrit, dhe një le të interpretojë. 1 Korintasve 14:28. Por nëse nuk ka interpretues, le të hesh në kish dhe le të flas me veten e tij dhe me Perëndin. 1 Korintasve 14:29. Le të flasin 2 a 3 profet dhe të tjerët të gjykojnë. 1 Korintasve 14:30. Por nëse ka një zbulesë ndonjë tjetër që rri ulur, le të hesh thipari. 1 Korintasve 14:34. Gratë tuaja të heshtin në kish, sepse nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen, sikurse thot edhe ligji. 1 Korintasve 14:39. Prandaj, o vëllezër të mi, kërkoni me zemër të zjarrt të profetizoni dhe mos ndaloni të flasin në gjuhra. 1 Korintasve 14:40. Por të gjitha të bëhen sikur ka hije dhe me rregullsi. 1 Korintasve 15:34. Zgjohuni për drejtësinë dhe mos mëkatoni, sepse disa nga ju nuk e njohin Perëndin, për turpin tuaj po ua them.